Dashur qytetarë dhe qytetarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë. Rruga e vetme për t'i dalë zot t'i vendi është të protestojmë sot, të ngrihemi. Shqipëria po rënohet. Ata po vjedhin, ju po varfrohen. E ndoqët, gjykata vendosi që Milinda Kashanaj, Ermal Beqiri të dalin nga arresti dhe të jenë të lirë. Kjo gjë është një goditje shumë e rëndë, jo vetëm për drejtsinë, por edhe për ju, për çdo shqiptar. Është goditje për demokracinë. Pra, hajdutët sot dominojnë çdo cep të jetës dhe të ekonomisë të këtij vendi. Ndërsa ju të dashur qytetarë, në thetrat e varfërisë dhe të njerëzimit, një zi mbyllni muaj. Është koha të ngrihemi. Është koha të revoltohemi. Është koha të përballemi. O sot o kurrë, ju ftojmë për Shqipërinë, për integrimin e penguar nga narkoregjimi, për demokracinë e këtij vendi, për të ardhmen e këtij vendi në ora 19 në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Ju presim. Faleminderit.